Një reagim i fortë dhe kritik ka ardhur nga Elisa Spiropali pas deklaratave të Edi Ramës për mundësinë e përjashtimeve në Partinë Socialiste. Në një mesazh të gjatë me tone sfiduese, Spiropali i drejtohet kryeministrit me fjalët "më përjashto", duke e cilësuar paralajmërimin publik si instrument kërcënimi dhe jo debat politik. Spiropali shprehet se debatet e brendshme nuk duhet të kthehen në spektakël ndëshkimor publik, ndërsa shton se problemi nuk është mospajtimi, por frika nga mospajtimi. Kur paralajmërimi publik bëhet instrument kërcënimi, heshtja nuk është më maturi, është dorëzim, shkruan ajo, duke theksuar se nëse kritikat e saj ndaj mënyrës së funksionimit të partisë, qeverisë dhe shtetit konsiderohen arsye për përjashtim, atëherë është gati ta pranojë. Në reagimin e saj, Spiropali ngre akuza për një model që sipas saj po zëvendëson politikën me administrimin dhe po krijon një drejtorokraci, ku pushteti burokratik po merr vendin e përfaqësimit politik. Ajo shton se nuk po mbron një post apo një koltuk, por një parim, duke deklaruar se mospajtimi nuk është tradhti, por forma më e lartë e besnikërisë në politik. Nëse të kërkosh gare merit është faj, më përjashto. Nëse të kërkosh që pushteti të njohë vetkufizim është herezi, më përjashto, thekson Spiropali. Mesazhi i saj shihet si një përplasje e hapur me drejtimin e PS-s dhe një sinjal i fortë për tensionet e brendshme në mazhorancë. Reagimi vjen në një moment delikat për socialistët, ku debatet për disiplinën dhe kontrollin brenda grupit parlamentar duket se kanë dalë hapur në sipërfaqe.